Jemi sërish të bashku, miq të dashur, ndërsa tani po mbër shumë kohë, me ne kemi edhe një mjeke, në fakt mjeke e re, mjeke e cila do të na tregon rreth virusit, në fakt virusi i cili fillimisht më ka kapluar mua, po besoj që edhe shumica e shikuesve tanë janë në të njëjtën gjendje. Mirëmëngjesi Elmedina, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jote që pranove të jesh me ne, duke në nënësh punët, obligimet e tua, si zakonisht edhe profesioni është i tillë ku ndoshta nuk është se mundesh gjithmonë të vish kohë, të jesh prezente, po sot jemi ne këtu. Kohëve të fundit është një lloj viroze, ta quajmë kështu, ku shumica ankojnë nga ethet, hunda, fyte, siç e thash, duke filluar nga vetja ime. Dhe përkundër asaj që jemi verë, tani ka kapluar si duhet ky lloj gripe, po sa keni pasur ju pacient në këtë sezon veror dhe çka mund të jetë shkaku i kësaj? Them të drejtën, kjo nuk është edhe aq e rrallë, shkaku se edhe pse neve mendojmë se simptomat gripoze, simptomat e gripit janë diçka që karakterizohen me kohë të ftofta dhe dimrin, ato janë po ashtu të shpeshta dhe paraqiten edhe gjatë verës, sepse viruset për dallim nga njerëzit edhe nga shtazet tjera nuk kanë periudhë kur janë më të qetë, ato gjithmonë janë prezent dhe konstant në ambientin tonë. Edhe gjatë verës. Po, edhe pse është pak më e rrallë që këto simptoma të paraqiten verës, shkaku i faktoreve të ndryshme, ato janë sigurisht prezente dhe kam mjaft pacientat të cilët vinë dhe ankohen nga të njëjtat simptome në ambulantat tona të përditshme. Ndoshta shkaku mund të jetë ajo se ne i themi vetes aq se verë nxehtë edhe kur bëjmë gjumë edhe kur dalim edhe nuk vërejmë ndoshta atë ftohjen, atë freskinë e cila na ka planë dhe në këtë mënyrë tohemi kapim viruse, gripe. Po, faktorët e cilat më shumë të kontribojnë në përhapjen e këtyre simptomave, nga përvoja e them, janë më shumë të përdorimi i lanxheve tepër të ftofta. Domethënë, është mirë që të konsumohen lanxhe të ftofta gjatë verës për freski, mirë po të mos teprohen që ato të kenë përstepër mjakull brenda, shkaku se në një farë mënyrë ato reagojnë në ngacmimin e indeve të fytit dhe bëjnë ato më të kapshëm për viruset. Nëse asgjë tjetër të paktën e kuptova pse unë e kam kapar. Jo se kur i the ato simptomat vetëm pash njërë Vildanën sepse pikërisht këtë gjë ka bërë. Kjo gjë e zuri këtu. Po, ati, mos më bën rezultash parashikuese. Jo, mirë, po tani si mund të shërohet? Jo të shërohet në fakt, po si ta bëjnë të kaloj kjo lloj? Atëherë, virozat janë të tilla që nuk shërohen me antibiotik. Dhe unë kisha dashur të shfrytëzoj rastin kur kemi një numër të madh të shikuesve të cilët e ndjekin TV21, që t'ju rekomandoj të gjithëve, sidomos atyre që vinë në ordinancat e mjekëve dhe kërkojnë antibiotik për këto simptoma, që të mos i kërkojnë ato. Viruset janë disa gjallësa të thumi, sepse ende nuk janë të definuara sikur krijesa të gjalla, por ato janë parazitet të cilët jetojnë vetëm në qelizat e njeriu dhe ato deri tani nuk shërohen me antibiotik. Antibiotiket janë gjëra që e shërojnë vetëm bakteret. Për te kalimin e kësaj faze gripoze, është më me rëndësi terapia simptomatike, atë që e quajmë ne. Që do të thotë përdorimin e lanxheve më të tepërta, përdorimin e vitaminave, sidomos vitaminës C, si dhe zakonisht përdorin dekongestiv të ndryshëm, siç janë për shembull pikat për hunë, dhe siç janë ato prashakët të ndryshme, për shembull Tylenol hot, të cilat përdoren për lirimin e simptomave të kërvishjes së fytit, të kollit, domethënë ato janë terapia simptomatike. Një profesor në fakultet gjithmonë thoshte, gripi me antibiotik zgjat një javë, pa antibiotik zgjat 7 ditë. Që do të thotë se nuk ka asnjë farë lloj dallimi se përdorëm apo nuk përdorëm antibiotik. Ajo që shumica e mjekëve bojnë edhe shumica e pacientave të cilët e kërkojnë antibiotikën, është bojnë një faktor kontribues që gjatë përdorimit të antibiotikëve në simptomat gripoze, ashtu siç e keni edhe ju, kontribuojmë që të krijojmë rezistencë të bakterieve ndaj antibiotikëve, të cilat më tutje do të na duhen dhe nuk do të mundemi t'i përdorim fare. Po, a ka ndoshta pacientë të cilët marrin terapi pa konsultuar me mjekun dhe sa në fakt guxon të ndodhë një gjë e tillë dhe sa lejohet të përdoren terapi pa konsultim me mjekun am dhe pa e marrë mendimin e duhur
nga anët e njëjtit? Në fakt do të çuditesh se sa shumë pacienta ka të cilët përdoren medikamente pa konsultim me mjekun. Ajo në mjeksi bile ka edhe emrin e vetë, është një fenomen, është self-medication ose vetë medikim të cilën e bëjmë pacientat, dhe ajo është shumë e shpesh sidomos në trojet tona. Shkaku se unë sidomos kam hasur pacientat kur thonë se komshia si ka bë mirë ky ilaç, unë do të shkoj të ta marr këtë, paguajnë atë sa s'duhet, ndoshta edhe më tepër, vetëm që mos vinë të konsultohen me mjekun, e blejnë privat dhe e konsumojnë. Kjo zakonisht më shumë ti ndodh, ose keqpërdorimi më i madh bëhet i hapave kundërdhimbjes për problemet reumatike. Pacientët tanë të këtij rajoni janë konsumues të rregull, mund të them edhe të mvarur nga barnat për kundërdhimbjes, kundër simptomave reumatike. Dhe kjo është një gjë që neve mundohemi ta luftojmë si mjek am, duke kërkuar që edhe ato barna të mos sipen, të mos shiten në barnatore, apo unë edhe pash edhe në DM këtu kishte barna kundërdhimbjes që të mos shiten përveç një aspirini dhe një analgini të thjesht, barna tjera të cilat mund të shkaktojnë probleme të shumta për të cilat pacientët nuk janë as të vetëdijshëm. Barnat e tjera të cilat janë të keq përdorura, të them, nga pacientët tanë, janë barnat antidepresive dhe ato më shumti përdorimi i diazepamit. Maqedonia si rajon, bile dhe kishim edhe atë shakan që u bë me këtë përmendoren e diazepamit në sheshin e Shkupit, është se Maqedonia është vend konsumues kronik i diazepamit dhe është një ndër gabimet më të mëdha që bëjnë, sepse popullata e thjesht nuk i din cilët efekte anësore ka diazepami, dhe një ndër ato efektet që tani veç më është konfirmuar se diazepami ndikon përveç gjithë ato që kemi ditur më herët, është se tash është konfirmuar se ndikon në humbjen ose në një krijimin e mungesave të memorjes në tru dhe përshpejton proceset e paraqitjes së sëmundjeve neurodegenerative, duke mos i përfshirë të gjitha ato dëmtimet si dhe varshmërinë të cilën e shkakton. Dhe i kisha shfrytzuar rastin gjithashtu që të rekomandoj se të mos bëhet vetë medikim, të mos përdoren barna, qofshin ato edhe vitamina pa konsultimin e mjekëve, sepse mund të duket sikur diçka jo e dëmshme ose diçka shumë naive, do të marrim vitamin C, hajde të përdorim. Në fakt është sakt se vitamina C nuk shkakton edhe shumë dëme, mirë po ka vitamina të ndryshëm, sidomos ato të cilët ne i quajmë vitamina liposoluble, siç janë vitamina A, D, E dhe K, të cilat nuk mund të përdoren pa kufi, shkaku se ato akumulon dhe nuk është lehtë të eliminohen prej organizmit dhe mund të shkaktojnë probleme të shumta. Sidomos përdorimi i vitamines K tek ata pacientat të cilët përdorin terapi të ndryshme antikoagulante ose për shembull terapi që përdoren me shem, pacientat më lehtë do ta kenë që ta kuptojnë. Kështu që kisha rekomanduar që asnjëherë të mos përdoren ndonjë barnë pa pyetur ndonjë personel mjekësor, sepse është gabim i madh. Po, nëse vese kemi dëshirë që vetë të kontribuojmë në shërimin e vetes tonë nga virusat apo gripet e ndryshme, a mendoni se le të jenë ato langjet të cilat i konsumojmë, siç është një çaj ngrohtë, një supë ngrohtë, këto gjëra, dhe sa është efekti kyç i asaj që zakonisht kur na kapjon një virus konsumojmë çaj tepër të ngrohta? Atëherë, asgjë e tepërt në asnjë mënyrë nuk është e mirë për organizmin. Po, sa është e mirë ngrohtë shumë të jetë? Gjithmonë rekomandohet që të jenë të nxehta, të ngrohta, mirë po të vakët, ashtu siç e thojmë, jo shumë normale. Jo të vluar, edhe supat, edhe çajat, ato nuk kanë sezon kur duhet të përdoren. Domethënë, është shumë e preferueshme bile çdo mëngjes të fillon me konsumimin e një supe. Pa marrë parasysh në qoftë se kemi simptomat të gripit apo jo, shkaku se lëngjet dhe përdorimi i supave me perime, supave të ndryshme, do të ndihmon në rregullimin dhe balansin e sistemit digestiv dhe është e rekomandueshme për çdo kan, sidomos për fëmijë dhe për pleq që ta përdorin. Medikamentet shtëpiake, ato që i thojmë në tretmani shtëpiak i viruseve, është një ndër, mund të them se një ndër rolet një që luan rol kryesor në shërimin e pacientët. Shkaku se përdorimi i limonit, përdorimi i supave, i çajave, përshpejton
mjekimin, por shpejton shërimin tek pacientat dhe gripe dhe virusat e ndryshëm këtë vetëm e kërkojnë. Qofta i virusi i sistemit respirator, apo qofshin ato më të shpeshta gjatë verës, viruset e sistemit digestiv. Ato sidomos kërkojnë një dietë shumë të rrept dhe përdorimin e disa ushqimeve specifike. Për shembull, në qoftë se edhe tash është shumë e shpesht. Shumë pacienta kemi të cilët ankohen me simptome të barku, të vjedhjes, jashtëteve. Po. Ato janë, domethënë, diçka që në shtëpi do të shërohet shumë më mirë dhe nuk do të ketë nevoja që të vjen tek zyra e mjekut dhe të kërkon përdorimin e infuzioneve dhe terapive të ndryshme, shkaku se me një dietë të thjeshtë, domethënë përdorimin e lëngët të orizit, konsumimit më tepër të lëngjeve, sidomos lëngjeve sportive, të cilët kanë një sasi të madhe të elektrolitëve, konsumimin e ujit dhe konsumimin e bukës të thatë ose dvopek, ashtu siç Dvopek e kuptojnë të gjithë, më e lehtë. Po, dhe kompirave të zier pa me sasi të konsiderueshme të krypës, jo dhe shumë. Mendoj se do të zgjidhen këto probleme shumë më shpesh dhe përdorimin e probiotikëve, gjë që pacientat e tanë, të cilët vinë për çdo ditë në ambulant, do ta dinë shumë mirë se Lineksi është ajo kryesorja ose barna të ngjashëm me Lineksin, janë kryesore të cilat do të ndikojnë dhe nuk do të ketë nevojë që të bëhen terapia të ndryshme dhe mos lejohet që të vijmë deri tek nevoja për infuzion. Nuk duhet rënduar tek ushqime sa më të lehta. Absolutisht. Dhe lëngje sa më tepër. Sidomos limoni, se unë zakonisht kur fillojnë këto simptomat e para, fus limon aty dhe kalon. Ushqime sa më të lehta. Sa më të lehta. Mos kalo te pjesa e ushqimeve të rënda se tani. Është tani edhe sezoni veror, sezoni ku edhe shkojmë në pushime në fakt. Ndodhë që shpesh organizmi në pushim din të merë një çrregullim ku të na habis në fakt, wow, çfarë ndodhe. Çfarë do kishe rekomanduar, se ndoshta e mendojnë se hajde se në pushim dhe gjithçka i lejojmë vetes, si për ushqim, si për pije dhe të gjithë janë ashtu. Mandej në shok organizmi. Po, atëherë shumë e shpesht të ketë çrregullime tek pacientët gjatë udhëtimeve, sidomos udhëtimet më të gjata dhe ato në përvendet më në familje tropikale, në ditë dhe në gjëra të ndryshme. Është e rekomandueshme dhe të gjithë pacientat të cilët shkojnë dhe në pushime dhe kam hasur rastin të konsultohem me to, gjithmonë ju rekomandoj që me vete gjithmonë të marrin probiotik. Probiotikët janë shumë të rëndësishme, shkaku se prevenojnë paraqitjen e asaj që njihet në librat e mjekësisë sikur diarea e udhëtarëve. Është shumë e shpesht tek pacientët të cilët udhtojnë rrugë të gjata, konsumojnë ushqime të konzervuara, ushqime nëpër pompa të benzinit apo zotë e din se ku do ndalemi gjatë rrugës. Të mira janë ndonjë. Po. Të cilët kanë një prejardhje të dyshim, nuk e dim se prej nga vijnë dhe kush i përgatit, është gjithmonë me rëndësi që më vete të kenë probiotik. Ajo që është kyçe për çdo udhtim sidomos në shtete të tjera, për pacientët, sidomos ata të cilët udhtojnë me fëmijë, është që të marrin me vete gjithmonë ndonjë antibiotik dhe ndonjë shirup për dhimbje dhe për temperaturë, si që është paracetamolli, edhe të kenë me vete hapa për dhimbje. Më ka ndodhur edhe vetë kur isha në pushim dhe e lëndova këmbën, nuk kisha antibiotik sepse çdo infekcion që vjen në plazh, aty janë mundësiat për të marrë infekcion shumë të madh, është pashmangshme. Nevoja për antibiotik është e pazavendësueshme dhe fat që e kisha me vete një dhe fillova ta konsumoj. Gjithashtu rekomandohet që çdo vetur, çdo person që niset për udhtim, qofshin ato me vetura personale apo qofshin me autobuse, që të kenë me vete një kuti të ndihmës së shpejtë. Çka përfshin ajo? Përfshin që të kenë me vete flastera, që të kenë me vete gazra të ndryshme dhe dezinfektant lokal për lëkurën, sidomos për lëndimet që mund të ndodhin tek me të vegjëlit tanë. E kur jemi të me të vegjëlit, do doja një konsultim, po edhe një rekomandim për shikuesit tanë. Zakonisht ekspozojnë ndoshta tepër në diell fëmijët e vegjël, të moshës vërtet të vogël. Kur jemi të vegjëlit janë kam pas rastin të shoh se janë vërtet bebe, quajmë kështu, foshnje, të cilat i ekspozojnë në diell dhe nuk di a është
e sakt, nuk dia duhet edhe sa është veprimi mirë ky në fakt për ata që bëjnë një gjë të tillë. Ekspozimin e diell është shumë i nevojshëm për fëmijët, mirë po duhet të jetë në kohë të caktuara. Qëndrimi i fëmijëve, sidomos foshnjave, gjithë ditën jashtë, gjithë ditën në plazh, është një ndër gabimet më të mëdha që bën një njeri sikur prind, shkaku se rreziqet, sidomos pas orës 11, për të fituar dëmtime në trup ose ndryshime të mëdha si pasojë e nxehtësisë, janë të mëdha, sidomos tek fëmijët të cilët nuk dinë mirë ta kontrollojnë atë trupi i tyre ende nuk është adaptuar në kontrollimin e ndryshimeve të mëdha të temperaturës. Edhe në qoftë se dalin diell, të dalin në orët e hirta të mëngjesit dhe pas orës 5 pas dite, shkaku se fëmijët kanë nevojë për diell, kanë nevojë për vitamin D. Është mënyra më e mirë se si të krijojnë vitamin D dhe t'i forcojnë eshtrat e tyre. Mirë po jo ta teprojnë. Ajo vlen edhe për të rriturit, shkaku se karcinoma e lëkurës është një ndër më të shpeshtat për momentin tani dhe krejt ndodh si pasojë ose si rrjedhoj e mos kujdesisë stan dhe qëndrimit tonë të tepër në diell, tani veç më kur rrezat ultraviolete janë në një pikë shumë të lartë, shkaku i dëmtimeve të ndryshme klimatike në shtresën e ozonit dhe paraqitja e karcinomave është vetëm shumë e shpejtë tek pacientët të cilët nuk përdorin krema protektive kur dalin në diell. Kur dëgjojmë kremat protektive, gjithmonë na shkon mendja vetëm përdorimin e tyre vetëm gjatë periudhës së plazhit. Mirë, po kjo është një ndër gabimet e radhës që ne e bëjmë, për shkak se kremat protektive duhet të përdoren gjatë gjithë periudhës kur ekzistojnë rrezet ultraviolete, qoftë ato dhe në ditët tona të përditshme. Dal nga dal, duke pas parasysh se kemi vese në fund të bisedës, të dhe një rekomandim apo një porosi nga ana yte për të gjithë ata që janë duke na ndjekur për momentin? Atëherë kisha dashur të theksoj se vera si kohë me nxehtësi, unë për vete nuk e dua fare, si kohë me temperatura shumë të larta, me temperatura shumë të larta, bie shumë ndryshime dhe shumë pasoja tek shëndeti i të gjithëve. Kisha dashur të sugjeroj gjatë kësaj periudhe të kenë kujdes shumë me ushqimin, me konsumimin, sidomos të ushqimit të shpejt, jo përfshin hamburgera, donera, gjëra të cilat i konsumojmë neve duke mos e ditur se si përgatiten nga përgatiten. Absolutisht. Të kenë kujdes ata pacientë të cilët kanë probleme me shtypjet e lartë dhe me sëmundjet e zemrës, që të mos ekspozohen në temperatura të larta, temperatura gjatë ditës të cilat shkojnë, dim që kanë arrit deri në 40, të mos përdoren tepër edhe ato që i thatë brumat. Shkaku se janë një ndër arsyet kryesore së bashku me nxehtin që kontribuojnë në paraqitjen e shtypjeve të larta dhe komplikimeve të ndryshme. Gjithashtu sugjeroj edhe për të gjithë ato që kanë patjetër të dalin dhe punojnë në për ndërtesa, në për vendet në ndërtimtari, në kohë të nxehta që përveç konsumimit të tepërt të lëngjeve dhe ushqimit sa më të lehtë, të mos e harrojnë të përdorin edhe krema protektive për lëkurën. Nuk është turp që të përdor edhe mashkulli krema, se zakonisht meshkujt e kanë problem që të përdorin krema dhe të... Ka qenë më herë, tash nuk është problem. Unë kam pak problem t'i bim pacientët. Apo se i njohesh pak më tepër, i dish më shumë se si... Kurse për fëmijët është imperativ që ato mos të dalin në kohë të nxehta. Unë shoh shumë fëmijë rrugëve të cilët nuk e kanë vendin aty. Fëmija gjatë verës duhet të rrinë në ambiente të cilat janë mirë të klimatizuara, të freskëta, të përdorin sa më shumë lëngje të ftofta, mirë po jo tepër, jo shumë me akull, nëse nuk dojnë të sëmurën ashtu si ju. Dhe që të kenë më tepër kujdes që mos të vinë në qendrat emergjente të kërkojnë infuzione, shkaku se është një gjë që është për tepër me e shpesht tek pacientat e parë. Lindina, faleminderit shumë për këtë këshilla, të cilat duhet edhe punit në fakt fillojmë të marrim parasysh. Dhe ne do të shihemi sërish, do të takojmë sërish në një bisedë tjetër dhe mbi ndonjë gjë tjetër që do të sjellim për shikuesit tanë. Absolutisht, faleminderit shumë që më ftuat, më vjen shumë mirë që isha mysafire në emisionin tuaj. Po ashtu edhe ne. Ndërsa tani, miqtë dashur, le të ndjekim edhe episodin e radhës të serialit Braziliana Avenida Brazil dhe kthehemi me pjesën e dytë për sot.